Alba e vlerësoj faktin se ke kërkuar falje dhe më vjen mirë që të shoh që je qetësuar dhe shpresoj të jesh mirë brenda shtëpisë. Për të sqaruar gjithë ti ke qëndruar për shumë orë në dhomën e rrëfimit dhe më pas në dhomën e emergjencës që është brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova në kujdesin e mjekëve të Spitalit Amerikan. Sikur se je informuar, ti sot ju ke bashkuar dhe do i bashkuosh nominimeve si pasojë e veprimeve tua impulse që ke pasur, duke goditur banorët me jashtag, e kështu me radhë. Çfarë komenti ke për këtë që pam deri tani në këtë klip? Alaudin, nga e qishura jote më bën të kuptoj që dhe ti vetë si beson do të fjalës që e përdor e goditura me jashtag, po nëse... Jo, po më qeshet me situatën se ato s'këm nevoj me besu, e kemi pa. Tani t'i kthem pak seriozitetit. Nga një ranë mirë edhe që ndodhi, se ndoshta e kam pas nevojshme me e shpreh pak veten time se sa e ngarkuar kam qenë brenda, kanë te kalu për masat e të shprehurit tim, unë kam kërku falje për pjesën e fjalëve ofenduese që kam përdorur për produksionin ose qoftë edhe për një person tjetër, mirë po të kërkoj falje për gjendjen time emocionale, se si unë jam djerë, unë nuk kërkoj falje, pse se këta jemi ne njerëz, ne kemi edhe gjendjen e vështirë emocionale. Ka disa njerëz të cilët nuk e tregojnë vazhdimisht, por në momentet caktuara. Çuditërisht mu më ndodh shumë rrallë kjo lloj situate dhe uroj që këtu në këtë program të jetë e para dhe e fundit. Një pjesë tjetër që dua të cektoj është që sado sharje dhe ofendime ose në mënyrë direkte apo indirekte që mund të përdoren këtu brenda shtëpisë ndërmjet konkurrentëve, është shumë e vërtet pjesa që çdo kush e përdor këtë lloj mos respekti, tregon vetëm veten e vetë dhe nuk do të thotë se e deformon karakterin e tjetrit në realitet siç është, edhe mund të jetë njëri shumë i mirë, por diçka duhet të dini. Në fund ditës jemi njerëz, në rast se dëgjojmë 1 herë, 2 herë, 3 herë, 10 herë brenda ditës, ne jemi njerëz, ne jemi pak të prekshëm. Në rast se unë tregojmë njëri i fortë dhe unë nuk nxjerr lot nga syt dhe unë nuk e ngjir zërin, kjo nuk më bën mua të jem deri diku pak e paprekshme emocionalisht. Sidoqoftë çdo kush mban përgjegjësi për veprimet e veta dhe për fjalët e tyre dhe uroj që çdo kush pasi i sheh gjestet e veta të reflektoj se jo se për mua, jo se të më kërkoj patjetër mua falje, unë nuk e pres që njerëzit të më kërkojnë mua falje, unë pres që njerëzit të kërkojnë falje brenda vetes vetë, që të reflektojnë me veten e vet dhe kështu në jetët e tyre do jenë akoma më mirë. Ti për veti ke reflektuar apo jo? Unë kërkova falje për fjalët ofenduese që i përdora kundrejt produksionit e përmenda, po. Po, edhe uroj ashtu të jetë si që ta e para dhe e fundit të shpërtimit yt emocional, edhe pse jeni aty brenda ti, për të mirën time, do t'jeni edhe uroj që një kohë gjatë, disa prej ju shumë gjatë, deri në fund, patjetër, edhe uroj ashtu, edhe uroj që të paktën të dini të komunikoni, sepse besoni, është tortur për juve për vete, është tortur për banorët që janë aty, dhe tortur për ata që na shohin gjatë gjithë kohës 24